Krishtlindje 2025, e vërteta e personit njerëzor, klerit dhe besimtarëve shprestar të Mitropolisë sonë, vëllezër dhe motra bashkëpunëtar në besim edhe në shpresë. Drita e vërtet që ndriçon çdo njeri erdhi në botë. Me gëzim shpirtëror dhe me një ndjenjë të thellë falënderimi ndaj Perëndisë së gjallë, Krisha jon kremton sërish misterin e pashprekshëm të dashurisë hyjnore, lindjen në mish të Zotit dhe Perëndisë dhe shpëtimtarit ton Jezu Krisht. Fjala e përjetshme e Atit, nëpërmjet së cilës u bën të gjitha, në përullësi të thellë pranoi të bëhet njeri që ta shpëtojë njeriu, duke shëruar natyrën e tij dhe duke e bashkuar atë me Perëndin. Të gjitha sot mbushen me gazë, se lindi Krishti prej Virgjëreshës. Krishtlindja nuk është një ndalesë e përkohshme në rrjedhën e vitit kishtar, por zemra e historisë së shpëtimit. Ajo është shprehja më e madhe e dashurisë së Perëndisë, është përgjigja e atij që na deshi i pari ndaj jetjes më të thellë të njeriut për jetë, për dashuri, për kuptim dhe për të vërtetë. Për çdo njeri që vjen në botë, tashmë është e hapur rruga e shenjtërimit. Siç dëshmon Shën Athanasi i Madh, Perëndia u bë njeri që njeriu të mund të bëhet Perëndi sipas hirit. Lindja e Krishtit shpall se historia njerëzore nuk është e braktisur, por e vizituar, e rregulluar dhe e ripërtërir nga vetë Perëndia. Në grashtin e thjeshtë të Betlehemit, zbulohet e vërteta e madhe e personit njerëzor. Aty ku Perëndia u bë njeri, çdo njeri rifiton identitetin e tij të patjetërshtueshëm. Në një kohë kur njeriu shpesh reduktohet në numër apo të dhëna dhe shihet thjesht si krah pune dhe matet vetëm me produktivitet, Krishtlindja na kujton me forcë se çdo person është ikonë e Perëndisë së gjallë, i cili ka një dinjitet absolut, pavarësisht moshës, shëndetit, aftësisë apo gjendjes shoqërore. Ai nuk është rastësi biologjike, por vullnet dashurie i Perëndisë, i krijuar për dashuri dhe jetë të përjetshme. Kjo Krishtlindje merr një kuptim të veçantë për jetën e Mitropolisë sonë. Për herë të parë ne kremtojmë së bashku lindjen e Zotit, misterin e mishërimit të birit dhe fjalës së Perëndisë. Në heshtjen e shpellës së Betlehemit, zemra ime bashkohet me tuaja për të pranuar Krishtin e porsalindur si themelin e një marrëdhënieje të re. Sot në këtë ditë të shenjtë, ne nuk jemi thjesht individ që festojmë një ngjarje të kaluar historike, por jemi trupi i gjallë i Krishtit, që mblidhet për të dëshmuar se lindja e Krishtit nuk përjetohet në vetmi, por në bashkim, dhe se kisha është një familje në udhët drejt shpëtimit dhe ikonë e jetës që vjen. Këto Krishtlindje kanë gjithashtu për ne një ngarkesë të veçantë shpirtërore, sepse janë Krishtlindjet e para që i kremtojmë pa pranin kokësore të fortlumturisë së tij kryepiskopit ton të ndjer Anastasit. Ati dhe kryebariu ynë i urt, që për më shumë se 3 dekada i shërbeu kishës së Shqipërisë, me sakrificë, përullësi, vizion apostolik dhe dashuri pa kushte për çdo njeri, tashmë kremton lindjen e Krishtit në dritën e mbretërisë së Perëndisë. Jeta dhe shërbesa e tij mbeten për ne një dëshmi e gjallë, se Krishtlindja para se të jetë një fest, është mënyrë jetese, zbritje drejt tjetrit, shërbim pa dallim, respekt për çdo person njerëzor dhe besimi pa lëkundur në fuqinë shëruese të dashurisë së Krishtit. Në këto Krishtlindje, me mirënjohje dhe lutje, ja besojmë shpirtin e tij Perëndisë së dashurisë, duke ruajtur të gjallë mes nesh frymën e tij atërore dhe misionare,
që kisha jonë të vazhdoj të ecë në rrugën e dëshmisë që sjell shpresë dhe paqe. Nuk mund të kremtojmë në Krishtlindjen pa u ndalur me ndershmëri përballë realitetit që jetojmë. Varfëria, vetmia, pasiguria, largimi i detyruar nga vendi, si edhe plagët morale dhe shpirtërore të shoqërisë sonë, janë sfida që kërkojnë jo vetëm fjalë të bukura, por përgjegjësi shoqërore, ndërgjegje të zgjuar dhe dashuri konkrete. Siç na kujton Shën Joan Gojarti, asgjë nuk e bën njeriu më të ngjashëm me Perëndin se sa të kujdeset për atë që vuan. Lindja e Krishtit na thret të bëhemi punëtor dhe dëshmitar të gjallë të dashurisë së Tij në jetën e përditshme. Në këtë kontekst, familja mbetet vendi i parë dhe i pasëvendësueshëm, ku misteri i mishërimit bëhet i prekshëm. Ajo është kisha e vogël, hapësira e parë e dashurisë, e besimit dhe edukimit të personit njerëzor. Aty ku burri dhe gruaja jetojnë në besnikëri, ku fëmijët priten si dhuratë e Perëndisë dhe ku kultivohet falja, durimi dhe dashuria sakrifikuese, aty Krishti lind çdo ditë. Megjithatë, sot familja përballet me sfida të rënda dhe të shumta. Modele të huaja ndaj traditës shpirtërore të popullit tonë, rryma ideologjike dhe ligje të frymëzuara prej tyre që relativizojnë martesën, prindërimin dhe vetë kuptimin e personit njerëzor, rrezikojnë të zbehin identitetin e familjes si bashkësi dashurie dhe jete. Në maskën e lirisë shpesh fshihet një përpjekje për deformimin e natyrës njerëzore dhe shkëputjen e njeriu nga rendi i krijimit të Perëndisë. Kisha e shpall këtë të vërtetë, jo me frymë përjashtuese, as gjykuese, por me dashuri baritore dhe përgjegjësi profetike. Ajo, dhe si pjesë e saj të gjithë ne, jemi të thirrur të mbrojmë familjen, jo si një strukturë të ngushtë të shoqërore të trashëguar, por si hapësirën e shenjtë, ku personi mëson të dojë, të falë, të sakrifikojë dhe të jetojë në liri të vërtetë. Mbrojtja e familjes është mbrojtje e vetë njeriu. Krishtlindja është gjithashtu një thirrje e fuqishme për paqe. Paqe në çdo aspekt. Himni angjëllor, lavdi Perëndisë në më të lartat dhe mbi në paqe, nuk është një ndjesi romantike, as një slogan festiv, por një program i përhershëm jete. Për të krishterin, paqja e Krishtlindjes nuk është mungesë lufte, por pajtimi ontologjik. Paqe midis Perëndisë dhe njeriu, paqe brenda vetë njeriu, paqe e njeriu me gjithë krijesën. Kjo paqe nuk imponohet, ajo lind aty ku pranohet Krishti. Paqja ndërtohet me përullësi, me dialog duke hequr dorë nga ajo që na takon, me respekt për tjetrin dhe me refuzim të çdo forme urrejtjeje, dhune apo përçarjeje. Në një botë të trazuar dhe të polarizuar, Krishti lind për të na bërë ndërtues të paqes dhe shërbëtor të pajtimit. Të dashur vëllezër dhe motra, le ta presim lindjen e Krishtit me zemër të hapur dhe me gatishmëri për ndryshim të vërtetë. Le ta lejojmë dritën e Tij të ndriçojë errësirat tona personale dhe shoqërore, të shërojë plagët tona dhe të na udhëheqë në rrugën e shpresës. Vetëm kështu Krishtlindja nuk do të mbetet një festë të kalimtare, por do të bëhet fillim i ri shpirtëror për secilin prej nesh dhe për mbar shoqërinë tonë. Krishtlindje të bekuara, me paqe, shëndet, gëzim dhe forcë shpirtërore, me dashuri të sinqertë në Krishtin, gëzuar për shumë vjet. Gëzuar i rësi.